أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Të nderuar vëllezër dhe motra, këtë tribun vjen padyshim si një proces pune i gjatë nga Muftinia Malësi e Madhe, ku më në krye muftion tonë të nderuar Haxhi Edmir Smajlaj, për cilin kam nderin që t'ja jap fjalën e tij përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad الذي لم يلد ولم يولد الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Falënderimet Allahu Gjelle Gjelalu, i cili është një i vetëm dhe pa shoq, që s'ka linë kënd dhe s'ka linë kush prej tij, atë besojnë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojnë, nuk ka dyshim, ke Allahu e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, nuk ka asnjë forcë në botë që ta humbë, dhe ke Allahu Gjelle Gjelalu ka larguar prej mëshirës së tij, nuk ka kush të bëjë rahmet për ty. Të nderuar vëllezër që keni të mbushur xhami, Allah e shpërblet një për prezencën tuaj. Ndihem krenar që sot në pjesën e 10 ditëve të fundit të muajit të begatë Ramazanit të kemi mysafirin ton, hoxhën e nderuar Doktor Zakaria Fendi Bajrami, me cilin me shumë angazhimet e tij të shumta që ka në Shkup dhe gjitha qytetet e Maqedonisë, por edhe në treja tjera shqiptare, madje edhe jashtë në diaspor, gjeti kohën elhamdulillah të jetë mysafiri joni në këtë ditë, në këtë pjesë dhe ditët e fundit të muajit të begatë Ramazanit me këshillat e tij të vyeshme, dhe elhamdulillah që Malësia Madhe e ka pasur shpesh hoxhën mysafir në Malësi Madhe dhe sot zgjohet qyteti bashkërisht në xhamin e fshatit Toplik i Sipër,
ku falenderoj hoxhën e nderuar vëlla Begatorin, komisionin e xhamisë, të gjithë ju që jeni prezent. Allah është shpërblet me të mira dhe lush Allahun xhelle xhelalu që çdo hap i hedhur me armë në gjithë këto këshilla nga hoxha e nderuar të jetë një sevap për gjithë cilin prej nesh dhe të jetë një shlyerje gjinahut po për nesh. Të nderuar vëllezër, beqime këtë muaj të mëshirës, të begatisë nga Allahu xhelle xhelalu, unë nuk do të marr kohën e hoxhës, por ju kujtoj edhe ju për vetën time që të jemi për atyre që kemi shpresuar në mëshirën e Allahut dhe kemi arritur mëshirën e Allahut dhe kemi fituar kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu dhe kemi për atyre që Allahu i ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit në muajin e begatë Ramazanit. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëtet një edhe një herë për prezencën tuaj. Allah shpëtet një edhe hoxhën që ka bërë kilometra për me na nderu me marrë disa këshilla nga hoxha. Allah shpëtet mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Falenderojmë kështjun e nderuar për fjalën e tij. Dituria dhe urtësia janë dy veçori dhe dy vlera të larta që padyshim e lartësojnë njeriu tek Allahu i lartësuar. Hoxha jonë i nderuar që na ka respektuar sot, padyshim që nëpërmjet këtyre dy veçorive edhe mesazhet që ai ka dhënë kanë qenë shumë të veçanta. Është krenarie jashtëzakonshme për ne si malësi e madhe, si xhamia e fshatit tonë, që të kemi këtë mysafir në mesin tonë. Andaj kam kënaqësinë që t'ja jap fjalën hoxhës së nderuar nga shkupi Dr. Zekeria Bajrami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله سميع عليم. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, ne të gjithë dimë se hamdi, falënderimi, lutjet, adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashok, pra Allahut Dhul Jalal. Është Allahu ai i cili krijoi gjithësinë, është Allahu ai i cili krijoi njeriu. Është Allahu ai i cili njeriu e krijoi në formën më të bukur, e pajisi më të logjikuar, i dërgoi pejgamber të dërguar, i zbriti pejgamberve libër, kitabe, dhe këtë e mbylli me pejgamberin e fundit dhe vullosi pejgamberin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç i vullosi edhe librat e shpallura me Kur'anin madhështor. Pra ne jemi të privilegjuar me këtë din që Allahu na ka nderuar dhe në këtë din që na ka udhëzuar. Nuk ka të mirë, begati, dhunti më të madhe se të jesh musliman. Duhet këtë ta dim, duhet të jemi krenar, të mburemi, elhamdulillah o Zot që në këtë din na ka udhëzuar. Elhamdulillah o Zot që në këtë fe na ke bashkuar. Elhamdulillah o Zot që në këtë shtëpi tënde së bashku na ke bashku, ne duke qenë agjerushëm, duke qenë me abdes, duke qenë në shtëpinë e Allahut, duke shpresuar në këtë dhjetin e fundit siç ta miftiu, që në këtë dhjetin e fundit Allahu Xhelal amneston njerëz nga zjarri i xhenemit, qofshin të shpëtuar të gjithë dhe qofshin banor të xhenetit. Ja Rabbel Alamin. Vëllezër të dashur, kur vjen do një mysafir, mos mendoni se ai do të bjen diçka të re, do të tregoj diçka që se kanë treguar xhallarët e ju, jo. Po eventualisht që ndëgjove një fjalë që se ke ndëgjuar nga ulemat tu, mos gabon të thush që këtë hoxha jon se ka thonë. Po si të thonë hoxha, për herë parë ndëgjoj, do të thush kur e pas ka treguar hoxha jon, mos pas kam qenë xham. Kjo është më edukat.
Mirë po njoni tha unë gjithmonë jam me hoxhën. Thash ti nuk je Ebu Hurejre, që su ka shkep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, tha valla gjithmonë mos e kam dëgju, thash tu ka një mana tjetër. Mundet fizikisht me trup ke qenë xhami, me mend ke qenë në parking, diku tjetër, Allahu alem. Pra kështu që ne nuk bim gjotre, por kjo ka një merit të vetën që ne dëshmojmë se jemi vëllezër, edhe në din, po edhe në gjumë, edhe në tradit, edhe në këmbë. Pra si që jemi zbashku në shtëpitë e Allahut, Allahu na bashkot në Xhennetul Firdaus. Të nderuar. Ajetin që prezentova para jush është madhështor si çdo fjalë e Allahut. Allahu dhul xhelal thot wal mu'minuna wal mu'minati. Besimtarët dhe besimtaret, dy gjini. Nga se e din të gjithë se Allahu dhul xhelal kur i përmend alladhina amanu, ata të cilët besojnë, alladhina yu'minuna, ata të cilët kanë besuar dhe ata të cilët vazhdojnë të besojnë, këtu është qëllimi për dy gjini, edhe për ato mashkullore dhe për ato femrore. Alladhina yu'minun, ata të cilët besojnë pra dy gjini. Mirë po ja që një grua, po në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, Allahu dhul xhelal po i përmend burrat në Kur'an, e s'po i përmend gratë. Mashallah ishte bo pak gjeloze që nuk përmendin gratë. Allahu dhul xhelal zbret ajetin madhështor: Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën një vepër të mirë prej besimtarëve, qoftë mashkull apo femër, nuk i mangësohet as në spal shpërblimi. Atyre do t'ju japë mirësi në dunja dhe do t'i shpërblen me mirësi në ahiret. Kështu thot Allahu dhul xhelal. E pastaj në shumë ajete tjera përmenden dy gjini, wal mu'minuna wal mu'minat, që ju e dini se sulmin më të madh që janë mundu orientalistët, islamofobët, armiqtë e dinit, që janë mundu të gjejnë një shkas të thonë se Islami nuk e jep të drejtën femrës. Islami e ka shkel femrën, kështu pretendojnë. Është shumë jo e vërtetë, është gënjeshtër e rrekulluar. O vëllezër të dashur, Islami e vlerëson gjinin femrore duke filluar prej Haxherit, bashkëshortja e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë akide, çfarë imani ka patur sot në këtë shekull, është vështirë të gjesh ashtu bindje që ka patur ajo në atë kohë. Ku është argumenti? Kur Ibrahimi alayhis salam urdhërohet nga Allahu dhul xhelal që bashkëshorten edhe Ismailin ti lënë pranë Ka'bes, edhe ta kthen shpinën, Haxheri tha Ibrahim, apo shkojna? Tha po shkojnë. Tha që kështu na le që këtu na shërtin këti. Banori parë në Ka'be është Haxheri. Banori parë, s'ka pas tjetër. Haxheri në të bilin e vetë. Pak si habishte me elon që ati në të shkretin. Pastaj tha Ibrahim, mos është urdhni i Zotit me mlon që tu? Tha po, është urdhni i Zotit. Atëherë tha, pasi është urdhni i Zotit, hetë shko rahat, se ai Zot që ka urdhnu me në lon këtu, ka me në dalë në ndihëm. Fërbindje, subhanallah. Dhe sot, miliona, arrin në miliarda njerëz që bëjnë sajin, safa, merve, safa, cilin imitojnë Haxherin. Këtë ka bo Haxheri, dhe ka betë sunet në Islam, ka betë obligim për të qenë haxhi dhe umre të plo. Andaj, besimtari i parë që ka besu, që ka dëshmu shahadetin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është Hatija radhiyallahu. Dëshmari i parë në historinë islame është Sumeja radhiyallahu anha. Në Kur'an kemi një sure e cila e mërtohet Suretun Nisa, kaptira e grave. Ja që s'ka kaptira e burrave, kaptira e grave. Subhanallah. Pra qëton me këto fjalë të përfundojnë atë se në shumë raste akuzohet Islami
ja ka bo kështu gruas, ja ka bo femrës kështu, ja ka do në drejtën e kështu me radhë. Elhamdulillah, Allahu dhul Jalal me këtë ajet që prezentova para ju sot vel mu'minuna wal mu'minat, besimtarët dhe besimtarët, çka? Ba'duhum awliya'u ba'd. Janë dashamir të njëri tjetrit, e duan njëri tjetrin. Muslimanët e duan njëri tjetrin, janë vëllezër. Muslimanët e duan njëna tjetrën, janë motra. Madje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një herë, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Nuk mund të hini në xhenet derisa nuk besoni. Pa iman nuk ka xhenet. Kjo është gjykimi Allahu dhul Jalal. Nuk është joni. Pse hoç filani mos hije në xhenet, sa të mira ka bën. Po pse ne kemi qelsin e xhenetit? Subhanallah, le të urdhëm të shkojmë në xhenet. Veç një gjë duhet ditur se pa iman s'ka xhenet. Pik. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk mund të hini asesi në xhenet derisa nuk beson. Walan tu'minu, po edhe nuk mund të jeni besimtar të vërtet, nuk mund të jeni besimtare të vërteta hatta tahabbu, derisa ju nuk duheni mes vete. Derisa ju nuk duheni mes vete. Dashuria ndërvëllazërore është obligim islam. Allahu na shtof dashurinë. Ne kënaqemi kur ju shohim kështu. Më duket se një 2 kilometër udhtim kem bë kur juve ju shohim kështu në shtëpitë e Allahut. Allahu na bashkoft në mirësi gjithmonë dhe në xhenet inshallah. Pra vëllezër të dashur, në Angli një jo musliman i thot një muslimanit, thot ju nuk e përfillni, prapë edhe me këtë shembull do ta them, nuk e përfillni kishon një femrën hiç se përfillni, nuk e llogaritni si njeri. Edhe i muslimani tha pse? Tha po ju as që përshëndetni për dorën më? Tha burrin e përshëndetni për dorën, femrës largoheni, tha se nuk e përfillni. Tha jo, është diçka tjetër. Tha ha, ti tha a jeton në Londër? Po, sa vjet i ke? Tha 70 sa vjet. Tha sa herë ke përshëndeti mbretëreshën tuaj? Sa herë ke përshëndeti? Jo, tha si ka rendi. Tha po pse se ke përshëndet? Tha po ku i vjen rendi? Tha jo mbretnesha, ku është hallien ta përshëndes ato? Tha kështu pra. Ju keni një mbretnesh, në çdo femër e keni mbretnesh. Dhe të gjitha gratë tona janë mbretnesha, prandaj nuk përshëndesin burrat e huaj, për dorë, se janë mbretnesh. U habitën. Tha për çat po, tha për çat, se ne respektojmë, e nderojmë, dhe ajo është mbretnesh, përshëndet për dorë vetëm atë që i takon që ja ka leju Allahu dhul Jalal. E jo ti si mendon. Pra, vëllezër të dashur, ne me këtë dashuri ndërvëllazërore, me këtë mirësi islame, jemi të privilegjuar dhe do të jemi krenar dhe gjithmonë të themi elhamdulillah. Allahu dhul Jalal na ka dhuru të mirat të panumërta. Të mirat e Allahu dhul Jalal nuk ka numër, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Po të mundohni një mirësi të Allahut ta numëroni, nuk mundeni një prej tyre. Për shembull të nderuar. Kush mund ta dinë prej neve, prej kur na ka dalë xhumi, prej kur jemi zgjuar në mëngjes, e deri tash, sa herë kemi marrë frikë? Ajeri në pasër, sa herë? Këtë e kemi gratis, subhanallah. Gjitha gjërat tjera i kanë marrë në dorë, i kanë fut duarët njerëzit. Për shembull rryma, është e dobishme, po është me pagesë. Nuk e paguën, ta ndalin rrymë. Ujin ta ndalin, telefonin ta ndalin. Fatmirësisht që Allahu dhul Jalal nuk ja kalon në kompetenca askujt oksigjeni. Ajri, se kalon. Pse? So që pa që tërsushëm. Si kur ta kim në një ndërmarje edhe ajrin, edhe unë se kam pagu, atë marë frinë s'ka, që ka be? Ja ka ndarë. Se ka pagu. Ja, nuk është rrinë, nuk është ujë, nuk është telefon, është oksigen, që Allahu dhul Jalal çdo kujt ja ka dhënë gratis. Pra kjo është mirësi. Kishte shku një plak 90 vjeçar në spital, kishte pas problem me frymën, me frymëmarrje. A dini kush e din vlerën e oksigjenit frymëmarrjes, e din ata që kanë problem me frymëmarrje. Ata e kanë, ne alhamdulillah nuk e din, po Allahu ja lehtësoft edhe atyre që kanë problem. Edhe i kishte shku në spital,
njëkojnë ata 24 orë, tani mo du të alirojnë, po i thane diçka, dush me pagu 500 euro, nuk e disa, edhe plaki fillon me qanë. I thonë, ha, si mos kesh, lek me tash mund të pagush me kësa. Jo, tha, nuk qaj, tha, se për kam, tha, leket, i kam me vete. Po pse qaj? Qaj, tha, se 90 vjetë kam marë frinë, zoti, kur pagesëm ka një. Allah, kur pagesëm? Ju për 24 orë më njerë pagu. Subhanallah, kjo është Allah, që na i ka dhonë gjithë të të mira. Për fizikun, për trupin, për shëndetin, oksigeni, ajri, frimarje është numër 1. E për shpirtin, edhe shpirti e ka frimarjen, oksigenin e vetë. Cila është ajo? Besimi, imanin Allahun për gjelat. Ne duhet jemi shumë të lumtur, elhamdulillah, të kënaqur. A je musliman? Edhe nëse do njëherë i samur, elhamdulillah, jo musliman, kam shpërblim edhe për durimi. Edhe do njëherë nëse ke problem me ekonomi, me ashtu, elhamdulillah, jam musliman, edhe kësaj, edhe kjo dhe kaloj, por imani është ai cili është kryesori për shpirtin e besimtarit. Pra dhe të thonë, elhamdulillah, kuda që jemi, elhamdulillah, pa kursi. Unë në kohën si student i rije kisha një shok, bom shok në bel me tonë, edhe aj teshi njëherë, i thoni me teshi? Pa, teshiti njëherë edhe unë i thashe diçka, është sunet në islam, kur teshtitemi të themi, elhamdulillah. Ne këtë e bëjmë si sunet, pejgamberi në ka porosit, kur teshtitemi të themi, elhamdulillah. Tash njëtësia e ka zbulu se nuk ka një urdhër kuranor, apo pejgamberik, që të mos ketë hikmetin, urtësit, do me thonjë në sot. Pse me thonë elhamdulillah? Pse kur kollitem nuk themin elhamdulillah? Po veç kur teshtitemi, pse? E ka kuptimin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka porosit, ne e bëjmë ato si sunet. Po mjekësia e ka zbuluar se njeriu kur teshtitet, prej 2 sekunda deri në 3 sekunda ju ndan ka edhe zemra. Pastaj ka gjase më ngatru damarët, eshrat, e me u paralizu. Edhe ne instinktivisht kur teshtemi themi elhamdulillah. Nuk u ndodhi kur gjo, alhamdulillah. Edhe mirë, gjaloshi e thosha ato, edhe një ditë dulëm ne, se shkupin e kemi të ndanë ura, lumi vardar, njëna pjesa ndështë shkupi jonë, e pjesa tjetër shkupi atyre, këjshime. Edhe dulëm atje me një zirë, me atë vlanë, kështë e kalabullët ati, edhe ajtë teshi. Edhe unë e thasha, më thoi, alhamdulillah, tha edhe këto, kishte edhe atje edhe ortodoks kishte. Ta edhe këtu, ta shpopo edhe këtu, ta dibere. Çdo herë, ku do që t'jesh të ujë, elhamdulillah. Wallah, nuk ka ni'met më të madh se të jesh musliman. Andaj vëllezër të dashur, Islami është ai që neve na ka ndriçuar rrugën. Islami është, por një gjë. Islami nuk është në xhami. Vetëm në xhami nuk është Islam. Islami në xhami është 5%. E 95% në rrugë, në familje, në shtëpi, në tregë, ku do të jetë Islam. E kanë pyet njëri çfarë është Islam, tha raporti i mirë me njerëz. Do të thonë mos sjell mirë, është Islam. Nuk do të thotë që nuk eliminohet namazi atë jo, këto janë baza, por edhe mirësjellja me njerëzit është pjesë e Islamit. Andaj Omeri radiallahu anhu, kur ja ka pru njëni një dëshmitar, ju ka desh një dëshmitar për një ankesë që ka bo, ka shku të Omeri, tha, a kje dëshmitar? Tha, po, kush o filon? Tha, ti tha e njef këto, që do të dëshmojsh? Tha, po, ja e mire në e njof. A e ki kushi? Fqinj, a e kije? Tha, jo. A ke marrë dhe një rrugë të lartë me to dhe e ke pa moralin, karakterin, që në rrugë një të njëri? Tha, jo. A i ke donë, tha, dhe një gjë të çmueshme që vlenë, ja ke donë në besim, e tani kur ka arë momenti ta ka këthy, ka ndodhë kjo? Tha, jo. Tha, po ti nuk e njifke. Tha, ndoshta e ke pa në xhami të u falë. Tha, po. Tha, nuk mjafton. Pra nuk mjafton vetëm në xhami musliman. Musliman, gjithë jeta jonë të jetë e stolisur, e parfumosër me moral, me sjellje, me din, si ka hi. Andaj, në Angli o vëllezër kishte një imam, marrokian, nuk e di shumë, imami, edhe kishte udhëtu prej te xhamia deri te shtëpia me tramvaj, me.
Edhe ai vozitësi e kishte marrë vesh, kishte njoftuar se kjo është imam, është njëri fetar, është udhëheqës i islamit, edhe një ditë për ditëve kishte desh ta provon. Edhe nxjerrë biletën, kur ka qenë me biletën, nxjerrë biletën edhe ai ja kthen kusurin, më i thon, ja kthen kusurin, 20 cent vlera ka qenë, disa 20 cent, jo 20 euro, 20 cent. Ja kishte thënë më tepër. Qëllimisht. Edhe ai i merr, kur i numëron 20 cent më tepër. Ndalet kujtohet, thot, a t'ja kthej, a çon pesë, thot 20, ja kthej, s'ja kthej, po alhamdulillah, kish ardhur në përfundim me ja kthy. E kur bën me zbrit, shkon ja jep 20 cent. Thot, merri këto 20 cent, thot se mi ke dhënë tepër gabimisht. Ndalë thot, nuk ti kam dhënë gabimisht. Po, thot ti kam dhënë me qëllim. Pse? Tha ti je musliman dhe je hoxh, tha po. Wallahi, ti kam dhënë me këtë niyet. Po që se mi kthen, do vi një ditë te xhamia të bisedoj për ta pranuar Islamin. Po që se nuk mi kthen, nuk vi hiç. Subhanallah. Edhe ai thot po ta dishot, do vi një ditë, do lëm një takim, do vi, shkon njeriu në xhami, bisedon me hoxhën për fen dhe e pranon Islamin, o vëllezër të dashur. E çka thot mendej ti musliman, thot, elhamdulillah, nuk e shita Islamin për 20 cent. Qëndrimi ati, vendimi ati kishken, po që se nuk mi kthen, s'ka nevojë me shku me bisedu. Mirë, po ka dërsh Zoti, elhamdulillah, ja ka kthy dhe për çato 20 cent ai e ka pranuar Islam. Në mungesë të 20 centve, ka mujtë mos shkone dhe mos e pranon. Ne pra si muslimon dhe të jemi ata të cilët në çdo aspekt, në çdo lëmi, ta tregojmë Islamin ton, elhamdulillah. Andaj, Allahu Gjelal, musliman, i quan edhe muslimanët vëllezër, motra, dashamir, e duan një tjetrin, ja duan të mirën, së pari ja duan vetes, ja duan familjes, ja duan shoqërisë, po tek e fundit ne ja duam të mirën çdo njeriu. Ama çdo njeriu te ne nuk ka dallim, njeriu. Madje që i dërguari sallallahu alaihi wasallam na tregon për 2 raste që dikush ka bën mirë kafshës, e ka falë Allahu Gjelal. E ka falë. Një tjetër e ka mbyt një mas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të dënohet në xhehenem një grua se e ka mbyt një mas. Subhanallah. Si e ka mbyt? Nuk e ka helmu. Nuk e ka bombardu, si që ndodhë sot me musliman të shofim, Allahu ja u letësot ja. Çfarë jemi të përjetu ne si musliman? Një grua e ka mbyll derën macës, nuk e ka ushqe, maca ka ngorë, edhe ajo do përgjigjet për një macë. Jo për qindra fëmije, mia fëmije. Ai tjetri në kohën e Hazreti Musës, njeriu që kishte qenë gjunaqtar i madh, duke kaluar rrugës një ditë kalon pranë pusit dhe aty e sheh një gjallës me ndërhysh një qen i cili kishte ra shumë në etje, edhe ai çka bën, merr pakuj, i jep atij, vin vete, edhe ndron jetë, njeriu i njohur gjunaqtar. Po ka bën mëshirë, Allahu Xhelal e don mëshirën, ne për ta merituar mëshirën e Allahut vetë duhet të jemi mëshirues. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, mëshironi ju njëri tjetrin që mëshiron Allahu. Dhe njerëzit e marrin e hudhin, Allahu dhe Xhelal thotë o Musa, shko thot filani mere, pasroje, fale xhenazën drejto, o Zot, po do njerëzit do më thonë ai ka shku dhe disi kemi ne subhanallah. Shko thot Musa, se ai është i falur, ja kum fal për shkak se i ka dhënë ujë një kafshë. Mëshira Allahu dhe Xhelal, la taqnatu min rahmetillah. Mos e hubni mëshirën, shpresën nga mëshira e Allahut. Pra vëllezër të dashur, ne duhet ta dëshmojmë dinin ton, pra duke filluar në dashuri mes vete, në ndihmë mes vete, në lutje, në dua për njëri tjetrin kështu me radhë. Të mos bëhemi sikur jehudët, një shembull do vi për ata si kanë qenë dhe muslimanët si kanë qenë, muslimanët e vërtetë. Pastaj të shohim ku jemi ne tash, ku janë ata, subhanallahu, i kemi ndruar raporte. Në kohën e Musës a.s. një plak jehudike, Ben Israil,
Një plak i thot Hazreti Musës, o pejgamberi Allahu, kur të bisedojsh ti me Allahun dhul xhelal, parakitja një kërkesë time, thuj o Zot, filon plaka, është e varfër, është e vetme, tash është verë, mundësisht dikush ja buron një dela, një dhia, një lopë që dale prej krize. Edhe shkon Hazreti Musa, bisedon me Allahun dhul xhelal, mi po ne harrojnë njerëz, sidomos duke biseduar me Allahun harrohen muhabetet e halkive. Në mbarim të bisedës Allahun dhul xhelal thotë o Musa, ke marrë një emanet, po Zot, unë kam harru, ti ke harru, po unë harru. Allahun nuk harron. Edhe thotë po Musa u kri puna, bëj selam asaj plakës tuaj, disa ditë kur të zgjohet në mëngjes, kur ta bëj lutje në mëngjesit, si kemi ne faljen e sabahut, edhe të kam pas lutje në mëngjes. Thotë pasi ta bësh lutje në mëngjesit, të bësh dua. Se ajo kish pas një kujshi, e kish qenë më kalabullok me fëmijë, pa edhe ajo kish pas të njëjtë në gjendje, s'kishte pas edhe ajo. Edhe thotë, pasi ta bësh lutje në mëngjesit, të thosh o Zot, fqiu tim, pra kujshis tim, epja 2. Sa është më kalabullok, ka nevojë për 2 dele, 2 dhia. E mua Zot, më jep 1. Tha çka? A ju habit? Musa u habit me atë. Në vend të thotë Samir, tha çka Musa? Pak kështu e mron. Tha çka? Tha të thush o Zot, kujshis tim epja 2 e mu ma jep 1. Kur, tha Musa? Jo Musa. Pse? Sa ne boja doa? Sa më thoma ashtu? Pse? Po s'mund të durej kujshia i kese 2, unë e 1, mamin, por rinë pa hiq. Rinë që shtu, ajo hiq, unë hiq. Subhanallah, kështu janë dhe njerës që Zotin arë. E musliman të vlezër të dashur, e musliman një shembull. Në kohën kur Medinja ka qenë e varfër, Medinja, Allahu e ndriqofte, e ruajte, e mbrofte, e na mundsoft ta vizitoj. Një tregtar prej Stambollit shkon në Hax. Edhe një tjetër, një tregtar thotë një pasunik, e diçka thotë, i kam bërë të holla, kam qef t'i qesh në Medinë. Medinja ka qenë e varfër, Medinja ka qenë e vogël. Sa ka qenë Medinja në të kohë, sa është sot o borën xhamisë pejgamberi. Sot Medinja është krejt e thurët me o borën e qash ka qenë Medinja. Edhe shkon, ti thot t'ja japish, do pysesh Medinë, si kur në për fshatra që i njohin njerëzit, fshatra po. Thot, do pysesh atje kush është më i varfëri, më fukara, kom qef që ati ti më rrinë kjo hedhja ime, kjo sadakaja ime, kjo hajrati, ama e kam qef më fukarash. Shkon njeri u pyta ti, kush është më fukaraja? I thonë, kefil, am qonje të shia, e marrën e qënë. Kur afrojnë të shëkia, i pi deres del njeri u. Njifet se, ngra. O vlosi, selam, kjelam, thonë, jo, një pasunik nga Stambolli, mi ka dhonë që të hollë, këto letë, me ja dhonë në Medinë ati që është ma fukara. Mu më kanë pru të ti se ti që ke ma fukara. Ja, nuk janë për mu. Pse? Ta nuk jam unë e fukara i numër 1. Ma fukara se unë është njoni që di. Subhanallah. Shkon, kur shkon të njojtën, ja, gabim. Nuk jam unë ma fukara. Ma fukara thët është e qënë të i po. O vla thët, jo thët, aj thët ki thot Allah, më lironi mu, thot, unë kam punë të mija, njoni, pranoni, më lironi mu, se e kon me manet. As njoni si pranon, a i thot, kjo ma fukara, a i thot, kjo ma fukara. Me kon të ne, unë jam ma fukara. A i qëti thot, jo, unë jam ma fukara. Edhe qka vendosi, bëjtë me gjlisi, ati thonë, edhe shka, lironi njerin, dajni për gjysë. Gjysat ti. Jo, thot, nuk i marë gjysat ati, i takojnë sa e ma fukara. Subhanallah, pajtohem o diqysh, i dajnë për gjys, edhe njeri rahatohem. Atje të ne, të ju inshallah nuk është, po atje të ne një mot një shëqat për një drunë për dimën, për njerëzit e ngra, për fukara. Edhe njoni fukara vojnë, kishë marrë vesh, kishë marrë që një koliqe, një kështë me dorë që i banë. Karos doret. Po. E kishë marrë qëkujtë, kur shkonë, thotë, u kanë hargju. Tha simore, tha ato me traktore i mura. Me traktore. Ato, fukarat me traktore. Kur ka traktor, ka dhe to. Sigurisht, edhe ka traktor. Ato me traktore ka shu shpejt, i ka ngrit, kur ka shu ki me koliqe, s'ka. pra dalimin e mes atyre edhe mes tonin, ja sa i mathësh.
ato nuk I kanë pranuar duke patur frikë se mos po I hindër hak se filoni është më fort, kështu më radhë. Andaj Allahu Gjellat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, e urdhërojnë një tjetrin në punë të mira e ndalojnë nga e liga, nga e keqja. Kur e shohin një të mirë, e urdhërojnë, bëni vllai. Kjo është e mirë. Kur e bën dikush një të mirë, ndihmoje të dele mira, të përhapet e mira. Kur e shohin një të keqe, një të turpshme, një asaj, yanhauna 'anil munkar, e ndalojnë një tjetrin nga e keqja. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu, dhe I binden Allahu dhe pejgamberit. E adhurojnë Allahun, e respektojnë pejgamberin. E ata, çfarë ka për që e adhurojnë Allahun, I binden Allahut. Vëllezër të dashur, në kohën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, një djalosh I ri ishte sëmur. 2-3 ditë kishte mbet në shtëpi I sëmur. Kur pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku është ai djaloshi, thanë, pa qef, I sëmur. Ngrihet pejgamberi vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moralin, etikën, që ka thonë Allahu Gjellar, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Dekreti ka thonë Allahu Gjellar dëshmi, se ti ke moral të ngritur. E tash ne, si duhet me qenë morali jonë, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në pejgamberin keni modelin, në rrjetin më të mirë, në çdo aspekt. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta viziton djaloshin. Ai kur e shef pejgamberin fillon të qaj. Edhe I thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam, mos qaj, mos u mërzit, dëshirohesh inshallah, bismillah, do ngrihesh. Jo ja Rasulullah, tha, unë nuk qaj për smundjen, as qaj se po vdes. Por unë qaj se 3 ditë nuk të kam pa, a e di sa më ka marrë malli? Sa më ka marrë malli për ty ja Rasulullah 3 ditë sytë e mi se kanë pa fytyrën tënde të ndritshme. Prandaj jo mërzit, më ka marrë malli. Po më ka shku mendja që unë do vdes një ditë, po më ka shku mendja që inshallah jo mbanor I xhenetit, ama atje në xhenet ti pejgamber do jesh në grada të larta. E unë si rob I dobët, si I thjesht, do jem në grada më të ulta, do jem më poshtë. A thuja Rasulullah do më japin leja atje kur të më merr malli, hipin nalt të të vizitoj. Subhanallah. Detin e ka pas gajlen që në xhenet vendet të ndryshme e a do ta shohë pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht. Vjen Gjibrili alayhi salam në ajetin madhështor. Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Për hatër të këtij vjen ajet madhështor, për hatër të këtij djaloshit Allahu Gjellar qënë Gjibrilin me ajet ku thot kush I bindet Allahun dhe respekton pejgamberin, ai do tjetë me pejgamberët në xhennet. Do tjetë me aulia, me shahidën, me njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafika. Oh, çfarë shoqënie e mirë do tjetë ajo. Allahu na shoqërof në xhennet të gjithëve. Na bashkoft me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, me sahabët e tij, me muslimanët e mirë. Pra duaja jonë që Allahu të na donë, të na jep dashuri mes vetë, edhe ta duam dinin dhe ta lakmojmë xhenetin. Shifaj çfarë derti ka patur në xhenet, po në xhenet gjithat mirat I ketë, po nëse mungon vizita dhe pamja e pejgamberit nuk është I kënaqur edhe në xhenet. Prandaj ka pyet pejgamberi a do më jepet mundësia të shoh të vizitoj. Allahu Xhelali përgjigjet me ajet kuranor ti djalosh. Andaj, njëri pyet mua gjitha, e më këto që ka I tregoj para dje, nuk janë të ju, para dje flas. Tha njëri hoshta, ka podrum xhenet? U habita, të çfarë pyetje, të çfarë duhet? A mundon për garazhat, për kerën? Jo be hoshta, unë nuk jam, tha e di që nuk jam tha për me hipnal, po çka që podrum. Edhe sa I thënë negligent, sa I thënë I pakujdesëm, kur është puna për xhenet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, lutni Allahun Xhelal, kur ta lutni për xhenet, lutni për Firdausin. Po, o Zot na bën nasip, na mundson të jemi në xhenetin Firdaus. Allahu nuk I kushton kur gjë të hipjen në xhenetin Firdaus, më të lartin.
Firdaus. Pejgamberi në porosit që ta kërkojnë Firdausin, jo podromin. A ishte ngull me ndja, a ka podrom, se ma gjenalë sa hipi, po, o zot. Qaj njeri ndërtoj një shtëpi, e ngriti një shtëpi, e kishte bo, ishte një gjallë, a ishte një gjallë, i babës, edhe vetë a kishte një gjallë, ishte 40 vjetë për i pësat. Edhe kishte ndërtu një shtëpi, edhe a baba i vetë, hajde, o të kam qetë vitën, kur shove, 2 kapsë, e kishte bo. Më thotë mu, thuj babës, do t'a hipi edhe një kata, ma nuk më gjallë, thotë babë. Thështë po babë beki, o shta babë, ta më jafë se ko mama, do t'hipi edhe një katë, këtë të një kushive të hipi për mi. Adi ti shokë të këtë ma poshtë ki manat. Në shtëpinë e dunjohës do në tjese manat, për kretëve në gjennet në podronë. Po kjo nuk ashtë asë menquri, asë njerëzi. Pra ne dhe të jemi të më qarë, ne dhe të mundohemi, pregaditemi, të lusim Allahum në gjelarë, të na mundëson të jetojmë si musliman, duke e kuptu dhe duke e ditë se për të qenë musliman i mirë, lën të dëkhullu në gjennet e hatta të habu. Nuk hënjet në gjennet pa dashuri ndër vllazërore. Jo, pa dashuri vllazërore, pa Allahu të nashtoj dashuri me zvete, Allahu të nashtoj dashuri për gjennet, e të nëjë dashuroj amelet, veprat e mira, me të cilat e bëjmë razi, e kënaqim Allahu në gjelar. Se në gjennet, ne nuk e fitojmë gjennetin me veprat tona. I dërgori sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Askush prej jush nuk do të hyjë në xhenet me veprat e veta. Njoni tha hatta ente ya Rasulullah, edhe tia që ju kanë oj kamët, duke falë natën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë ato aktivitete, gjithë ato vuajtje, gjithë edhe prapë tha hatta ene, tha as illa en yatagammadani Allah bi rahmetin minhu. Shpresën e kom që Allahu të madhuroj xhenetin, ama e inja e ytja është ta bëjmë razi, ta kënaqim Allahun dhul xhelal me punët tona. E kur tjesa Allahu i kënaqet me punët tona, xhenetin na e dhuron nga mirësia e tij. Edhe ta përfundoj pra me këtu me një shembull. Veprat tona, ameli jon prej të shahadetit deri te ngritja dhe largimi një bërllokut nga rruga jemi në iman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ta largosh një bërllok prej rrugës, është prej imanit. Unë di ju thon njerëzve, po të kishton pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, o burra, ngushtoni rrugët sa të mundi dhe hudhni bërlloket në rrugë dhe shkoni në xhenet. Ne të parë dëshoj. Po s'ka thon kështu. Ka thonë pastroni rrugët dhe lironi rrugët, gjëroni rrugët. Andaj, një njeri, për shembull, veprat tona, ameli jonë edhe xhenet. Një njeri të ketë ndërtuar një pallat shumë të bukur, shumë të mirë. Edhe i thot një shokut vetë që e donë, vëlla, musliman, për hik Allahu, ki ka pasuri edhe i thot e disha, që këtë pallatin e ka mbon jetë me ta falë ty. Mashallah. Ama e ka një kush. Qelsin e derës hyrjes kryesore, ti ta pagush. Ai që ka mend, thot ai pak punësh ajo, blej një qelë, se veç gjithë ki pallat, për një qelë, nuk ka problem. Do ne gjithën për taca, dembela, hajlasi, do hazërgjit. Ai mundet thote, ta gjithë këtë pallat e ke bo për një qelë. Hajt blej dhe qelsin që ati. Ki nuk e donë pallatin, ki nuk e donë. Pra, pallatin në shembullin tonë dhe qelsi është kjo. Xheneti është dhurat për Allahun në xhenat. Prej të shahadeti, agjerimi, namazi, agjerimi, zeqati, hajrati, krejt punë të mira, a dini sa pushtet? Sa qelsi. Qa që kanë vlerën? Sa qelsi. Ama pa qelsi nuk hine. E pse i thot ki ati qelsin me blej vetë, se kur ti, edhe kjo është në favor të ati që i dhurohet pavatin, se kur ti thoi njërzit, e disi jam njërzit, ave ti as se ke blej pavatin, as të kalon baba trashigeni, as se ke ndërtu vetë, filani të ka dhonë, a i thët po, a i ma ka dhonë pavatin, a ma hajtë him pa qelsin vetë e kom blej. Edhe e nëzirë me këtë për krizë, se kje ka blej qelsin, elhamdulillah, pra që këto i badetet tona, të gjitha, vlerën e kanë sa kur qelsi, mundohemi me çdo kush të mos na mungon qelsi, të mos e humbim qelsin,
se pallati mbetet, ne mbetem jashtë e nuk hinë në xhenet. Allahu na mundson xhenetin ja Rabbi. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë juve, me të gjithë duke filluar prej miftijës së dashur, o Allah me të nderuar juve, sot edhe me laçën dëshmojnë te Allahu xhelal, o Zot. Sa musliman dhe muslimane kanë lënë obligimet vetë punë të veta dhe janë të bu në një shtëpi për shtëpive të Allahut me vetëm qëllim të falin namazin dhe të ndëgjojnë mes vete të ndrojnë mendime dhe të kënaqen dhe të jetë i kënaqur Allahu me të gjithë neve. Allahu dhul xhelal ju lavdërohet me lekë dhe thot me lakët e mia zbritni në sipërfaqen e tokës dhe shihni disa njerëz janë të bu në xhami vetëm për hir të Allahut. Edhe në fund të Ramazanit, inshallah taala. Pasi edhe fëmia foli, na jemi mo ka fundi shpejt shkon. Shisa shpejt shkon, subhanallah. Mirë po në jetë jonë shumë herë themi ai që thot me shpirt, me zemër, beti shkon bere një 3 muaj. Ai njëri tha hoxh letën në 1 muaj më nxej se i dal me krije 3 muaj. Kjo është i dokti. Ai që ka imunin në vërtet, thot valla ti shkon 3 muaj. Allahu dhul xhelal është shpërblen si kur ai kisha adhuru Allahun 3 muaj, se në jetën e ka. Edhe në ditën e Bajramit shpresojmë që Allahu dhul xhelal të na jep një dëftesë, të na jep një mirënjohje, të na jep një certifikat ditën e Bajramit kur ta kryjë. Në dëftesë, në dekret shkruan një fjalë, ama shumë e madhe. E shkurt, ama shumë e madhe. Gufirte. Gufirte. Merë, çka thot? Je i falu. Alhamdulillah. Që sa shkurt, ama manone ka shumë të madhe. Je i falu. Ja Rabbi Zotin na fal të gjithëve. O vëllezër të dashur, nëse një njeri është akuzuar me një akuzë pronë, edhe ka dhënë para gjykimit, dhe ja kanë përgatitur lëndën, sipas asaj akuze, ai mund të dënohet për jetë. Mund të dënohet për jetë, sipas akuzës. Ki i trishtuar, i friguar, del para gjykimit, akuza ja kanë përgatitur, edhe ki duke prit, sa vjet, a thu për jetë, edhe gjykatësi thot në gjë, ti je i lirë, shko të shtëpia. Subhanallah. Nga i ankth që ai kishte se mund të gjykohet për jetë, në moment gjykatësi ta shko si i lirë. Çfarë përjetimi është para të njeriu? Si do ta ndiqë? Gjykatësi i dunjos, me të thonë Allahu dhul xhelal je i falur. Allahu na fal. Allahu razi qoftë te ti. Allahu të rit tonë në Islam i forcoft. Këta të cilët ne heshojnë, ne zbukurojnë xhami, ne zbukurojnë mejlisin, Allahu i forcoft në Islam. Allahu të moshuar dhe tanë në dhash shëndet dhe jetë të lumtë. Të varfërit tonë o Zot pasuroj, të sëmurët tonë shëroj, të burgosurit tonë të pafajshëm, sidomos në Palestinë, në Gaza, atje ku di, o Zot ndihmoj. Zullumqtarët me vetë Zot shëtë. Ne lutim Allahu dhul xhelal për neve dhe familjet tonë. Allahu na mbroft nga çdo vështirësi, telashe, e kësaj bote dhe ahiretit, dhe na mbroft nga azabi i xhenemit dhe na bashkoft në xhenetul firdaus. Allahu ju shpërbleft, ana boni halal. Allahu razit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patjetër që falenderojmë Hoxhën e nderuar për fjalët e tij dhe mesazhet e tij shumë të byra. Edhe patjetër që falenderimi është edhe për ju për prezencën tuaj që ishi dhe patët durimin e ju këshillat në Hoxha jonë i nderuar. Allahu ju shpërbleft tek mira. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.